Pra, në këtë kuptim, dua të them që janë bërë, mund të jenë bërë ato gabime që thua ti, por çdo kohë ka yjet e vet. Dhe kjo kohë kishte një yll. Ky spaku mund të vi kushdo mbrapa Altin Dumanit. Altin Dumani ka për të mbetur stari i spakut. Sepse gjërat e mëdha me mete, me doktore, me veliaje, me mthe, me thash dhe debati i madh u bën kohën e këtit. Kushdo që të vi mbrapa, vetëm po erdhi ndonjëri me arrestu në ramën detyr, aty e fiku Altinin. Aty Altini zbret në vendin e dytë. Po Dumani ka arritur që edhe me mbështetjen e ndërkombëtarëve, patjetër, në kuptimin e operacionit, e kam jo në kuptim negativ, operacionit propagandistik, sepse në finale, në qoftë se institucionet nuk besohen nga shoqëria, nuk do mund kur të bëjnë punën e tyre, logjikisht duhet ta bëjnë drejt në përputhje me ligjin. Po e para është mbështetje popullore. Si për një qeveri, nuk mund qeverisi një parti që merr 10% votave. Pra në këtë kuptim, kjo ka qenë një fushat operacion PR-i i jashtëzakonshëm, me punë dhe me hetime diku më shumë, diku më pak, po të bëra nga spaku, ama shqetësimi është kur të shkosh përpara gjykatës, këto dosje i ketë kopsitura siç duhet, apo do të dalin fluska, dhe më keq akoma, po sikur vetëm fakti që ke bërë hetime pa procedurë të ta hedhin në gjithë dosjen dhe ata që duhet shkojnë prapa hekurave dënohen. Nuk i bën prapë, nuk pyesin as për procedurat. Jo, po s'ka aty. Aty pastaj o bale. Ta dënojnë, pastaj flasin mrapa. Nuk e dënojnë dot. Dënojnë, shkatrojnë jetën, pastaj më mrapa na fal se u ngatruam. Më fal se të vrava. Po fal se të vrava. Po jo më kështu ja ke për të parë. Po desha të bëj. Ka favor Velie dhe Meta dhe këta. Ka një favor. Nga që po shkojmë, nga që BE-ja do të na marrë atje brenda. Ka për t'ju rënë keq gjyqi. Ka për t'ju, ose mirë, veliajt e këtyre do ju bjeri mirë, kurse prokurorëve gjyqtarët do ju bjeri keq. Do ju bjeri në momentin që do jemi për shembull të sapo antarësuar në Bashkimin Evropian. Po Flokir, kemi 70% se çfarë, po e kam thënë dhe vazhdojnë të përsërisë, janë më shumë se 70% mbështetës spaku, 73%. Një sondazh tani spaku siç ka arrestuar Erion Velien, ka arrestuar dhe zyrtar të tjerë socialistë përveç Berishës, që u vetë arrestua, po themi po zëre, po e qy masën edhe detyrim paraqitje ose çon, Berisha jo vetëm është vetë arrestuar, po Berisha sa përmend emër Berisha, spaku shkoi merre pas brenda. Jo, për faktin që e çon atje në gjykat, nuk ka rëndësi për në gjykim. Çështjen e zotit Berisha që nuk mendohet ndonjëherë dhe Metën që është prapa ekura. Tashi, kryesisht kur votojnë kryesisht socialistë, burr. A kupton mazhoranca deri socialiste. Tani kemi 73% spakut që dalin pro spakut njerëzit. Po, shumë mirë ja bëjnë tyre. Këto janë afshe, sepse nuk mund të kuptojnë që një popull që voton... Ata që duhet shkojnë në burg, ata që duhet shkojnë në burg i voton... Edhe ato që i kap që të çojnë në burg. S'ka më bën sens kjo logjika. Jo. Përpos pjesës që mbështesim drejtësinë. Ty përgjigjen ta ka dhënë Rama. Kur u arrestua Veliaj, Rama pati atë shpërthimin kundrejt spakut. Duke thënë që është e tmerrshme që më vinë qytetarë dhe më thonë se si janë marrë nga këta të BKH-sin kohën e komunizmit, janë intimiduar dëshmitarët, shumë e rëndë, e thënë nga kryeministri është e tmerrshme. Dhe pastaj filloi një tërheqje. Po. Sepse ndoshta i kanë rënë pikët e sondazheve. Ndoshta. Po, mund t'i kenë. Nga ana tjetër, njerëzit bëjnë dhe i krahasim mes kësaj force politike që i kanë shkuar disa eksponent prapahekurave, disa ish ministra, më the thash. Por që në finale leadershipi thot ne distancohemi kur vjen puna te përballja e dikujt me drejtësinë.
Dhe Nëse të që shqiptarët thënë bravo dhe votojmë Spakun se këta që kanë vjedhë ishin vetëm këta, Rama s'ka gisht. Jo, Nuk e besoj dot. unë them këtë që shqiptarët thonë, gjë, ne besojmë tek puna e Spakut, por ne besojmë edhe tek Edi Rama, sepse me Edi Ramën, mendoj unë tani që mendojnë ata se unë s'mendoj kështu, unë kam i mendim timin, po me Edi Ramës nuk jam ban me nderja t'i bëj gjë Spakut, se ja tërheq veshin Amerika e ku diun se çfarë. Kurse doktori nuk ka që humbet më, se më shumë se non grata nuk do e marrin ta çojnë në Guantanamo me helikopter, se nuk mban rrugën njerë. Po nuk mban rrugën ose. Është 14 orë. Dhe thonë më mirë ky se ky të paktën fundja e fundit hajdutët që ka rreth e qark nuk i mban afër që të vjedhin më shumë, po ja lën dorë drejtësisë më the tash, se sa ky tjetri që nuk lëshon edhe një punëtor komunalje. Pra hajdutët i ka me kontratë, një vjeçare. Po pra, domethënë ka të nënt kontraktuar. Rama që ka mbaron arritur fati i vjedhjes, vazhdo tani. O bale, jo shumë mirë bën. Për gallan. Po jo fiks. Kurse ky ka hajdutët që edhe i mban dhe i mbron. I ka hajdut për jetë. E dikush problemi që njerëzit atje në fshat ose ku diun, edhe në qytet, se për mua ato të fshatit janë më kthjellë se qytetet e tjerë. Se është e gjitha oksigjeni në tru dhe cilësia e oksigjenit dhe ushqimi, çdo gjë ndikon në mënyrë logjikojnë më mirë në fshatarët, domethënë. Sipas dashit nuk i bien gjatë. E kupton, thonë, e di çfarë, po. Se dy janë subjekte, pra doktori dhe Rama. Rama është mëkatar i madh se ka një ushtri atje në hetim. Po ky tjetri është vetëm, është komandanti që është atje, e kupton? Dhe më mirë ky që i ka ato atje, por të paktën e ka majt vetën që t'jetë akoma larg asaj dere, se sa ky që shkon edhe i ulëret t'i institucionit. Kusë unë besoj, do e them se ti e di që s'kam ndroje. Jo, unë ma thuaj se mund të ta mbështes dhe unë si ide. Po them që tjetër, unë besoj se shqiptarët votojnë ose egzaltojnë dhe nëse kanë votuar Spakun, kanë votuar me ndjesi personale që në të sëmës ne jemi vjedhur gjithë të vite, shkoj kur shkoj, po unë prap atë që në të keqen me vogël prap do t'a zjedh ose do zjedh njërin që më vjedh, po e kam dhe mik, më fut dhe më punë. Ose do zjedh dikë që e kam dhe klient, ose jam klienti atit, ose kam biznes, apo ashtu. Unë besoj se... Po, edhe nga frika, more, që ore, pse duhet kërruam, pse duhet kërruam unë me këta... Pa tjetër. Edhe nga perceptimi që ore të Rama këtë saliun e mund të sa të këtë tjetër, pse duhet shkoj unë me... Shkoj me fitues. Në perceptimin që votojnë këta, që i vjedhin, unë besoj se ka të bëjmë më shumë me ndjesin që na lodhën politikanët duke na vjedhur, besoj. Ka një handikap që ke drejt tjere. Handikapi është kjo, o bale, edhe voton pro Spakut, edhe voton pro atyre që janë subjektet Spakut. Kjo është handikap, jo, kjo është handikap. Po handikap i popullit. Ata, jo, besoj se njerëzit kryesisht as nuk e kanë fare idenë e drejtësisë. Po zero fare. Si drejtësisë? Besoj se pjesa më e madhe e njerëzve që votojnë nuk janë përballur ndonjëherë me drejtësinë. Sigurisht. E dyta nuk i njohin as aftësitë, as penalitetet. Ta brava se shofi se televizion, janë të pa Big Brother për para televizorit. Kush eliminohet? Ja të shofim që do bëj Luisi Kush eliminohet? Ku ku blua, ku ku kuq qenë këto. Kupton, deri tani i kuqi i ka hongër. Po nuk fiton as dyja. Luisi tha jam me kancer. Trëmbi gjithë dynjan. Përdori një smundje të atillë dhe njerëzit shkuan pas Luisit. E shketi e boni për të martu me atë gocën. Po s'ka rësi, po them që e boni për tjetër gjë. Ora ati t'ja bon zoti halal, për dy gizhvene. është super artist, nuk ka lidhje, po e kam llafin që njerëzit
këtu tek ne janë fantastike. Jo, dikush është kjo Flogert, edhe te Pastaj PR-i. Rama thonë dhe këtë, bale, pse nuk e thua? Prit. Ata flasin për drejtsinë dhe pastaj thonë bën Rama batuta, kjo është i madhe. Po është gjigant. Po i bie dhe shkurt. Po.